It's always been about me, myself and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying. Nusja jonë speciale ditën e sotme është Irlanda. Po, si ai ishulli pranë Britanisë së Madhe. Unë jam Irlanda Memetaj, vi nga qyteti i Poliçanit dhe prej disa vitesh jetoj në Tiranë. Kam mbaruar studimet e larta gjuhë të huaja dhe aktualisht punoj në Ministrinë e Drejtësisë. Irlanda ka ardhur ditën e sotme për të përzgjedhur fustanin e ëndrave të saj, sepse bashkë me Clydin, bashkëshortin e saj të ardhshëm, kanë vendosur të lidhen përjetësisht. Por dashuria e tyre ka nisur 10 vite më parë, atëre kur të dy ishin ende në bangat e shkollës. Nuk ishte një dashuri me shikim të parë, të paktën nga Irlanda, sepse Clydi do të ishte ai që do të bënte përpjekje të forta për t'ia fituar zemrën vajzës lozonjare. Unë me Clydin jemi njohur në shkollë, në skrapar. Ai ishte tek klasa përballë klasës time dhe më kishte rënë në sy duke qenë se ishte goxha tip i lëvizur, çapkën. Clydi përpiqej gjithmonë të tërhiqte vëmendje, kudo që ne ishim, do bënte diçka patjetër që Irlanda të kthente kokën. Ishte pak e vështirë për ne të dy të takoheshim ato kohë, pasi ishin vitet 2007-2008 dhe njerëzit nuk është se ishin shumë të hapur ndaj këtyre lidhjeve. Dhe kështu që ndonjëherë na duhet të aratiseshim për t'u takuar, për t'u parë me njëri tjetrin, derisa erdhi momenti që edhe familja ime mori vesh. E do të kalonin disa kohë së bashku duke u njohur dhe duke rënë në dashuri me njëri tjetrin. Kjo dashuri që forcohej çdo ditë, do e nxiste çiftin simpatik të shkonin më tej me marrëdhënien, duke shpallur kështu fejesën. Pati një fejes të vogël, jo një festë të madhe, le të themi, ishte një fejes formale, vogël. Thjesht u takuan familje. Familja ime, kur e mori vesh, normalisht që nuk ishin dakord, pasi dhe unë isha shumë e vogël edhe të dy shumë të ri në fakt. Në fundit e ndron çdo gocë që e gjen atë princin në moshë të re, atëherë kur ëndrat janë çik më të bukura ose pritshmëritë janë më të mëdha dhe realisht është nga ato histori që ke qef t'ulesh dhe ta dëgjosh. Një bashkëtesë 3 vjeçare do të sillte vendimin për martesë. Dhe sot, Irlanda është këtu për të zgjedhur fustanin e ëndrave të saj. Si e ëndron ajo? Dhe a do të mundet ta bëjë realitet imagjinatën e saj? Megjithatë, për t'i dhënë një dorë në përzgjedhjen e saj për sot, Irlanda ka ftuar 3 mikeshat e saj më të mira: Elisonën, Erionën, Floridën. Jemi shoqe prej shumë vitesh dhe ne e dim pak a shumë se çfarë ajo pëlqen. Unë Irlandën e kam njohur para 8 vitesh. Kemi qenë në vit të parë fakultet tek gjuhët e huaja. Irlandën e shoh më si një little princess, domethënë si barbardha e vogël. Unë personalisht do ta pëlqej çik më shumë me një stil klasik, nuk e di pse jam e bindur se do t'i shkonte më shumë. Megjithatë çdo njeri ka preferencat e veta. Unë jam këtu për t'i dhënë një mendim më shumë dhe kaq. Jemi me 4 vajza dhe pa diskutim që njëra për është nusja. Dhe kush është nusja? Nusja. Nusja quhet? Irlanda. Irlanda, kënaqësi të kemi ditën e sotme në fustanin e ëndrave. Irlanda e më shumë i veçantë ka. Edhe besoj që i veçantë edhe fustani që do të zgjedhësh për sot, apo jo? Mirë, Irlanda ti ke një lloj ideje se çfarë fustani do të zgjedhësh, apo? Kam zgjedhur një Okej, tjetër fustanet romantik, si e tek fustanet në volum, apo? Të madh. Jemi gjithë një tek ky stil. Do kemi edhe kritika besoj ditën e sotme. Ke shoqë që është atë. Me ty do harmon? Jo, s'besoj se do harmon. Janë ditë të qarta. Mirë, meqenëse kemi 3 fustane të përzgjedhura, do të provojmë edhe më shumë pa diskutim. Edhe do të rekomandojmë diçka. Vetë ata që i kanë marrë shëndim ato që ti ke parë, kështu që mund të veprosh. Mirë? Fillojmë.
Si je? Si po ndjesh? Tjetër emocionuar. E para punës, me qënë se jemi në fillim të këtij emisioni, për ta qartësuar për publikun, pse e ke emrin Irlanda? Se kështu ka vendosur babi. Çfarë lidhje ka babi vetë me Irlandën? Nuk e di, është akoma enigmë kjo. Nuk e keni sqaruar Jo, akoma. akoma. Mirë, atëherë nuk kemi një përgjigje të saktë për këtë. Thjesht Irlanda. Thjesht Irlanda, i ka pëlqyer si emër. Megjithatë, babi duket se ka vënë emrin tënd, edhe besoj që është njëri shumë i rëndësishëm në jetën tënde dhe që do ndikojë pa diskutim. Mirë, dita e dasmës po afron, e keni vendosur tashmë, ditën e dasmës, dhe sigurisht do të flasim pak për fustanin e ëndrave. Ma shpjego pak se si e ke imagjinuar këtë fustan. Po jam tek stili princesh, tek këto fustane të kryera. E keni diskutuar shpesh me shoqet për Po, këtë? po, patjetër. Dhe jeni të tema e gurët? diskutimit. Si mendon? Po, jo shumë të gurët, ndoshta të këto qëndisjet, të diçka më e thjesht, ndoshta. Po nuk e tentuar asnjëherë të linjat e ngushta për shembull? Jo, se di se kam menduar. vetëm. Dita e dasmës do të jetë emocioni veçantë. Pret të emocionosh, do të jetë një darkë apo do të jenë dy të tilla? Dy festa? jenë dy festa. Dhe personi që ti mendon që do ndjehet më shumë i emocionuar atë ditë, kush do të jetë nga familja? Thoj mami. Mami pret që të emocionohet më Më shumë. shumë, Pra po, ti ke një besoj lidhje të se ngushtë me mamin. E shikoj që vazhdimisht ndoshta edhe qan. Vërtet. Po. Kështu që do jetë pak e Do vështirë jetë, ai po. moment. Për atë po. Unë mezi po pres që të shikojmë fustanin e parë, që ti ke përzgjedhur nga katalogu, të shikojmë nëse do të qëllim shenjë me të parën apo na duhet bëjmë disa prova për të parë më të mirë. Mirë, është siç e kishe imagjinuar në katalog? Është shumë i bukur. Mirë, provoje. Si po ndjehesh me të fustan? Ndjehesh mirë? Si duket më çast? Shumë. Unë A ndodhi kjo se ç'është hera e parë që e shikoni me fustan të bardhë apo si? Do të ishte i duhuri, ai që i afroi më shumë ëndrrës. Nuk e di, më duk rrezullice. Shumë goditës. Ishte tamam fustani që ne kemi diskutuar dhe ashtu si unë e kam imagjinuar gjithmonë të shikoj Irlandën ose. Përsa dhe e thoshit të ke fustani pret. Po, çfarë i pëlqen më shumë këtë fustan? Pjesa e busit duket shumë e lëmuar, pastër, del në pashë, një nga pjesët më të bukura të Irlandës. Pastaj pjesa poshtme është siç e kam menduar Irlanda. Princesh, si barbardha duket. Si e kukull dhe Barbardha që Irlandi çfarë pëlqen më shumë këtë fustan? Pëlqen gjipi. Me ngjyrën e dakord apo do ta doja më të bardhë? Jo, më pëlqen kështu. Pëlqen që e bardhë. Mund të them që ishte dashuri me shikim të parë. Madhështia, pjesa e tantellës sipër me ishte shumë e bukur, jo e ngarkuar, fiks siç e kam menduar. Lëre hap me të fustan si e ndjen veten? Shumë komod, se ka edhe këtë pjesën e dekoltes që nuk të krijon asnjë lloj problemi. Ajo është me fytyrë apo më bardhë? Ka këtë pjesën. Të njëjtë pret. Ajo nuk ndihet fare. Edhe zbret, se ndryshe nuk do mund të rinte shpatlla e çokoladë. Sepse nuk ndihet fare, ndoshta edhe të tjerë, sepse
se përdorimi i tyrit po e gjen. Po te kjo nuk pa shitja, ta shoh mirë apo s'shoh mirë? Nuk e shet ka qafë doktori apo? Nuk e shet ka qafë të ftuarit ndasën. Nuk kam për ta parë. Do jenë më shumë në dilemë, edhe si rjedhin do t'i tregojnë që më shumë ky fustan do të çakasi është pritur. Nuk do ta fotografojmë më një herë ton po që ka kështu. Fustani i parë është i bestseller, është ndër fustanet më të suksesshëm të koleksionit Geraldina. Çudia do ishte po mos e zgjidhte. Asaj t'i ranë sy duke e pa në katalog, ashtu i ranë sy edhe kur e veshi, sepse duke mrekullisht të bukur dhe të gjithë unanimisht preferuan që tonin po për atë fustan. Kemë mbetur pa fjalë? Po. Mendojnë që është fustani i ëndrave? Fustani i duhur për Landën. Normalisht do që vendos ajo, por që është shumë i bukur. Fustani i parë ishte mbreslënës për mua. Me ato ndrite, me fustanin e parë ishte bukur. Mirë, meqenëse ne kemi ende dhe 4 fustane të tjera për të provuar, që mos ta ndërpresim me një herë. Okej? Të shijojnë një herë të ndoshta na del një gjë më e bukur rrugës. Okej? Shijojnë. So cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold. What you holding on for? If you wanna leave, just leave. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? Ooh, when we're kissing, yeah, it feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold, yeah. Ishte një dashuri me shikim të parë. Një bestseller, kurse si nuk mund t'i shpëtoj syrit vajzave që vinë në fustani i ëndrave. Për vite me radhë, ky fustan ka vazhduar të jetë magji, duke realizuar shumë ëndra. Por jemi ende herët. Ende nuk kemi vendosur për t'i thënë po. Shumë bukur është e këtu. Si e gjen këtu? Si duhet vajza? Shumë bukur është. Belin e tregon mbledhja e plesa. Fustani i dytë ishte shumë i bukur dhe i dyti, ndërmjet unë vetëm time jam ndërmjet fustanit të parë dhe të dytë. Detajes, tantela, tynti. Na flisni një çik për fustan. Ka shumë tantel? Për mua, është histori tantel. Po, nuk të pëlqen ideja e tantelës. Jo, nuk pëlqen, por jo kaq shumë. Ndërhyrja e tyrit dhe tantelës, jo tantel komplet. Diçka, domethënë nuk e di, ai pari si më goditi më shumë një dhe mendoj që për nga ana praktike dhe që problem me krahët. Sepse është spina e verës, temperatura, gripin. Duket i rëndë,
fustan. Ai është shumë i bukur, është madhështor, po mendoj se shkëlqeu më shumë i pari. Fustani i dytë ishte shumë i rënduar për të. Ajo është trup vogël dhe mendoj që ishte tepër. Teknikisht mirë i rinte, nuk ishte asgjë që nuk ishte okay, përveç se kishte shumë lule, shumë gjëra jo i përshtatshme për të. Do një vajzë me një bust më të gjatë, një vajzë nuk ishte i duri. Besoj që nëse do kishte krah të shkurtër, do të qëndronin më shumë tek madhështia e fustanit të dytë, pasi shumica prej tyre dukej që ja kishin vënë syri diçka e të madhe, dhe ai ishte më i madh se i pari, pa diskutim. Deri tani, Ndoshta treguash një zgjuar jemi te fustani nëmër 1. Shijoj. Oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all we've learned. I love this secret language that we're speaking. Say it to me, let's embrace the point of no return. 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 Një dasë më vere nuk pranon kurse si mëng të gjata. Sakrificat për modën nuk mund të shkojnë derisa të rrezikojë vapën. Tani erdhëm në një linjë pak më pas Dhe të zbresim pak. si duket? Bukur është. Të pëlqen? Bukur është goxha komod. Pra unë kërcesh rahat pa të fustan. Të është më i gjotë. Nuk më pëlqeu, nuk është në shijet e mia dhe nuk të zgjidhja. Pra ti nuk do që të zbresim te ky estike. Ja. Jeni dakord të goca? Për mua e tregon shtat shkurtër. Po, kjo pjesa e bustit. Fakti që zbret, nuk e di, ndoshta është për një trup pak më të hollë, me linja. Nuk e di, nuk e di. Ishte i këndshëm, por nuk mendoj se ishte ajo çka Irlanda mendon. Dhe personalisht mendoj se me dy të tjera të mëparshmit, ndoshta ishin ata më të parshët shumë më të bukur dhe na lanë të shihen. Bukur, por jo ndonjë wow. Nuk e tregonte tamam të paktën linjat e trupit. Paktën personalisht mendoj që i rrin shumë mirë. Dhe ti nuk do doje që të shkoje te linjat e ngushta më shumë më parë? Qoftë edhe për një fustan të dytë? Po, ndoshta për një fustan të dytë. Ti do zgjedhësh një fustan apo dy fustane? Si e ke idenë? Do një fustan, vetëm. Mendoj që i shkonte shumë bukur trupit saj. Flokët e gjata të zeza që i bine dhe duket mjaft bukur, duket e magjishme, por ka porta i fustanin, sepse nuk ishte i madh. Kështu që për sa kohë që s'ishte i madh, e heqëm. Ti si e shikon, Marcello? Unë teknikisht nuk kam qartë fare për këtë fustan, për mënyrën si rri shumë mirë. Nuk e tregon fare shtat shkurtër, ajo menaxhon shumë mirë. Është ideal për gjatësinë e saj, për format e saj, është vetëm çështje preference. Vajza ju pëlqen më shumë i fryrit. Do që ishim kundër atij fustani sepse ai nuk jepte asgjë të veçantë. Ishte një fustan me cilin ishin mësuar
vizualisht e kishin parë në format ndryshme dhe nuk u dha ndonjë emocion të veçantë, edhe pse teknikisht i rinte mirë. You stay so sweet, such a fool. Saving all my love for you, girl. Such a fool. Maybe I found something good, girl. Some prick at the party, all scripts and bows. A dead-eyed actress, girl, and then there's you. Venus in Converse, you put a spell on me, and you're locking up the bathroom door for her. That's where we left off. Why'd you take your dress off? I've been by myself, remembering you. Your body hurts me, looping round like CCTV. In all this bitterness, you stay so sweet, such a fool. Pas pak do të ndiqni. Tek shihet e mia nuk do më pëlqen me bust. Unë personalisht do ta mendoja 2 herë. Ishte vërtet i bukur dhe i rrinte shumë bukur. Nëse do varej nga unë, absolutisht e duhet gjithë të fustan e vest.